Pas vendosjes së 2 linjave të reja të ujit të pijshëm, prej disa ditësh ka nisur puna në qytet për rehabilitimin e segmenteve rrugore ku kanë kaluar këto linja, si më pas edhe asfaltimin e tyre. Në fokus të punës të kësaj teje ka qenë një prej segmenteve rrugore më të frekuentuara të qytetit, e njëkohësisht një ndër akset më problematike për sa i përket qarkullimit rrugor. Mëngjesin e kësaj teje nisi asfaltimi i rrugës së Centrales, e cila bën pjesë njëkohësisht në unazën e madhe të qytetit, si një segment paralel me lungomaren në shërbim të qarkullimit rrugor. Asfaltimi i këtij segmenti rrugor nisi pas përfundimit të provës gjenerale, e cila garantoi se rrjeti i ri i furnizimit me ujë të qytetit është funksional. Në fillim përgjatë gjithë segmentit rrugor, u vendosën linjat e reja të ujit të pijshëm, u bë po ashtu lidhja e tyre me rrjetin e përgjithshëm të ri të ujësjellësit dhe më pas provës gjenerale, se çdo gjë funksiononte, ka nisur asfaltimi. Prej më tepër se një vit kjo rrugë vazhdonte në të tillë gjendje me kanale të hapur mes për mes si rrjedhoi e punimeve të rrjetit të ri të ujësjellësit. Me sa duket i ka ardhur koha tashmë të nisë aty rehabilitimi, për shkak se punimet përgjatë këtij segmenti kanë përfunduar tashmë. Po flasim këtu ndërkohë për një rrugë tepër të amortizuar, e cila ka rënë shpeshherë pre e dëmtimeve për shkak të disa prej projekteve kryesisht me rrjetin e ri të ujit të pijshëm, kanalizimeve po ashtu, por edhe shtrirjes së linjave të reja të energjisë elektrike që janë aplikuar në këtë segment rrugor. Firma e cila po realizon projektin e ujësjellësit ka bërë më herët mbushjen e kanaleve të hapur me disa shtresa të përbëra nga çakull, zhavor, gur, si dhe tashmë ka nisur rikthimin e rrugës në gjendjen e mëparshme. Më në fund në këtë segment rrugor, drejtuesit automjeteve do të mund të qarkullojnë më tepër me lehtësira. Gjendja e rrugës e amortizuar si rrjedhoi e punimeve shpeshherë ishte kthyer edhe në burim aksidenti për automjetet, të cilat për të shmangur gropat dhe amortizimin qarkullonin edhe në korsinë e kundërt. Puna ndërkohë po vijon edhe në disa prej segmenteve të tjera rrugore, por në rrugën e Centrales pritet të mbyllet brenda kësaj jave, sipas informacioneve të siguruara gjatë kësaj teje.